Të dashur shqiptar, qeveria e Edi Evgut cakton 10 miliard dollar për projektin Diella, projekti digital për të marrë të gjitha të dhënat e shqiptarëve dhe për t'u ashtitur shërbimeve të huaja. Këtë ka bërë qeveria shqiptare. Një dëm i pakthyeshëm për popullin shqiptar. Nuk mund të riparohet kur kjo që ka bërë Edi Evgu. Unë, krijuesi i fjalorit etimologjik të gjuhëve indo-europiane, kam zbuluar që qyteti i Strugës është qyteti i ngjalës. Dhe çfarë është ngjala? E kemi gjetur më në fund. Është drini i zi që kalon përmes Strugës. Vetë fjala Struga vjen nga gjuhët slave, do thot dall glumi. Dhe emri i qytetit i vjetër ka qenë Engelajon. Por kjo nuk është fjalë greke. Është fjala ngjale shqipes. Në gjuhën greke kjo është enkeli me h. Ndërkohë që nxënësi i Erastotenit, Mnaseas, është njeriu më i urryer në Greqi sot, sepse ai vërteton që ilirët ishin vëllezër të helenëve dhe qyteti i helenëve, Gjoja, Enkelajon, është në gjuhën shqipe ilire Engelajon, me g, si në shqip, ngjala. Merr frymthell. Kjo nuk do ishte zbuluar në jetë të jetëve, pa ndihmën e inteligjencës kompjuterike. Vepra ka humbur e këtij autori është djegur në bibliotekën e Aleksandris nga vetë grekët, kristianët. Fashikujt, interpretimet e kësaj vepre kanë mbetur në shkretëtirat e Egjiptit, zbulohen nga tregtar arab, ju shiten tregtarëve venecian, shtypen në shtypshkronjën e parë të shpikur nga gjermanët në shekullin e 15, skanohet në shekullin e 21, e lexoj unë sot dhe ju asjell juve. Qytetin e Strugës quhet Engelaon. Është emri i ngjalës, emri i drinit të zi. Sot. E kam bërë falas. Edi Romi ju ka vjedhur 10 miliard dollar dhe ju ka shitur të dhënat shërbimeve të huaja. Unë këtë e bëj falas për ju. Nxjerr origjinën e qytetit të Strugës, është qyteti i ngjalës. Ne jemi autokton, jemi bi të ilirëve. Çmenduri. Nuk gjej dot fjalë. Shikoni vetë. Të dashur shqiptar, ky fragment nuk gjendet në fjalorin e gjuhëve indo-europiane, sepse ky fragment është zbuluar nga inteligjenca kompjuterike kineze, që është falas. Dhe mund ta bëni edhe ju këtë zbulim. Do ta vendos poshtë filmit dhe ju do ta gjeni. Këtu thuhet që Engeleans është fjalë ilire, pra jo greke, dhe është botuar në një libër në shekullin e 3 para erës sonë. Për herë të parë. Autori është Mnaesas. Është nxënësi i Erastotenit. Kjo fjalë nuk ekziston në greqisht. Nuk do ishte zbuluar kur që është origjina e fjalës ngjal në shqip. Të gjithë mendonin që është e huazuar, jo, është e trashëguar nga gjuha ilire, dhe ilirët flisin një dialekt shumë të ngjashëm me greqishten, por nuk ishte greqishte, ishte shqipe, dhe kjo vërtetohet nga unë me fjalën miza, që vjen nga mia e helenishtes, por është myza në gjuhën e Cakonias, miza në shqip gjuha e arvanitasve. Merri frymthell. Ky zbulim i inteligjencës kineze është inteligjenca artificiale më e mirë sot në botë, dhe është falas. Dhe ja do t'i jap pëlqim, like. Pra e kam bërë live në internet. Do t'a fus tani këtë fragment në fjalorin e gjuhëve indo-europiane. Të dashur shqiptar, ky është fjalori i gjuhëve indo-europiane. Çfarë është fjalori i gjuhëve indo-europiane?
Nuk është asgjë tjetër veçse mbledhja e fjalëve me origjinë të përbashkët dhe me shqiptim të ngjashëm. Në fjala enkeli ngjan me fjalën latine anguis, i thon gjarprit. Edhe në gjuhën lituaneze kjo është angis gjarpri. Pra, nga kuptimi gjarpër është emri drinit, të zi që kalon përmes strugës. Struga do thot valë në gjuhën maqedone edhe serbe. Por të dashur shqiptar, ky është lumi drin, lumi ngjallës. Dhe fjala engeli, ngjala, nuk është këtu. Nuk e dinin as Majri, as Jokli, as Pederseni, se kishin idenë që ekzistonte fjala ngjall. Dhe këtë e kam futur unë tani, këtë moment. Tani si u bë ky zbulim madhështor, një nga ndjekësit e mi në YouTube me origjinë nga struga më kërkon me ngulm origjinën e emrit të strugës, që nga autorët helen del që është emri ngjallës, Engelenas ose Engelanes. Kjo është ngjalla. Në gjuhën ilire, merr frymthell, është emri i strugës. Etnia është ilire, jo greke. Këtë thon grekët vet. Kjo është për të qartë. Kemi gjetur pra gjuhën e ngjyshërve tanë. Është shekulli 3 para rëson. Grekët janë përpjekur të thonë që ne jemi të ardhur. Erastotenes ka provuar që shqiptarët janë autokton. Kjo është shumë e dhimbshme. Nuk gjej dot fjalë. Pra ky është ndryshimi midis meje dhe kryeministit shqiptar. Ai ka krijuar diellën për të mashtruar shqiptarët, për të krijuar tendra falso, për të vjedhur të gjitha të dhënat e shqiptarëve, për t'u dhënë njerëzve të shkretëtirës. Që deri në 3 breza ta dinë se çfarë jeni, kush jeni, ku banoni. Këto janë krimet e kryeministit shqiptar. Nuk mbulon dot kur, edhe sikur të jepet dënimi kapital ndaj tij, nuk riparohet dëmi që ai ju ka bërë juve dhe neve të gjithëve. Por të mirën që ju kam bërë unë sot, ju nuk ma paguani dot, as me arin e gjithë botës, as me argjendin e gjithë globit. Unë ju kam vërtetuar sot që ju jeni bijtë e ilirëve. Nuk gjej dot fjalë. Miropafshim në filma të tjerë shkencor.